Tani ju e dini që përkundër angazhimit tim të vazhdueshëm që të kemi konstituim të kuvendit, ajo çështja është varë kryekput nga vullneti i partive politike dhe i deputetëve të kuvendit të Kosovës, por më në fund edhe ai proces u përmbyll. Kemi kuvend plotësisht të konstituar dhe pas asaj unë me një herë të nesërmën kam mandatuar kryeministrin në detyrë, i cili është nominuar nga partia e parë që ka dalë nga zgjedhjet e nënshkurtit si kandidat për kryeministër, dhe tani nga data që është nominuar janë 15 ditë, natyrisht që afatet rrjedhin, mirë po negociatat për koalicione bëhen vetëm ndërmjet partive, apo në rastin konkret edhe mund të bëhen edhe me deputet, por janë diskutime mes partive politike në të cilat si presidente nuk do duhej të ndërhyja. Rrjedhimisht edhe unë nuk mund ta di se deri ku kanë arritur ato negociata potencialisht, por janë çështje për cilat besoj më shumë informata mund t'ju japin partitë politike të involvuara. Unë shpresoj shumë që do të kemi sa më parë qeveri të Republikës së Kosovës me mandat të plot kushtetues, sepse siç e dini qeveria në detyrë ka kompetenca të limituara sipas ligjit për qeverinë, dhe kjo pastaj e pengon jo vetëm punën e qeverisë, por e pengon shtetin në tërësi. Sa më parë që të kemi qeveri me mandat të plot kushtetues, aq më parë mund të shtyhen përpara reforma, mund të kemi një buxhet e gjithë përfshirës, i cili e vendos do të thoya shëndetin e qytetarëve tanë në radhë të parë dhe prioritizon. Do të kemi edhe vendime të tjera të cilat shtyhen përpara nga qeveria, të cilat janë në interes të qytetarëve dhe në interes të vendit. Por kur do të ndodhë kjo, siç e thash, është në duar të partive politike, të cilat shpresoj shumë do të gjejnë gjuhë të përbashkët dhe qytetarët e Kosovës në përputhje me vullnetin e tyre të shprehur në zgjedhjet e fundit do të kenë qeveri me mandat të plot.